Përshëndetje të nderuar shikues, po filloj me përmbledhjen e ngjarjeve që e karakterizuan javën që lan pas në Gjakov. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia gjatë kësaj jave kanë nënshkruar një marrëveshje të përbashkët në fushën e mbrojtjes. Ministri i Mbrojtjes Eyub Maqedonci bëri të ditur se përmes kësaj marrëveshje tripalshe, Shqipëria dhe Kroacia do ta ndihmojnë Kosovën në integrimin në NATO. Djene e Tiranë është nënshkruar marrëveshja tripalshe në fushën e mbrojtjes në mes të Republikës së Kosovës, Republikës së Shqipërisë dhe asaj të Kroacisë. Marrëveshja është nënshkruar nga ministri i Mbrojtjes së Kosovës Eyub Maqedonci, ai Shqipërisë Piro Vengo dhe homologu i tyre kroat Ivan Anušić. Ministri Maqedonci tha se kjo marrëveshje nuk kërcënon askënd dhe nuk është kundër askujt. Synimi i këtij bashkëpunimi nuk do të jetë asnjë rast kërcënimi i askujt. Mirë po, gjithashtu është një mesazh për gjithë ata që guxojnë të kërcënojnë sigurinë, po që dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, por edhe sigurinë e vendeve tona, që 3 vendet tona të cilat ndajnë vlera të përbashkëta dhe interesa të përbashkëta janë të bashkuara për të përballur me çdo kërcënim dhe rrezik që synon destabilizimin e regionit. Ndërsa ministri i Shqipërisë Vengo tha se kjo nuk është vetëm një vullnet politik, por edhe ripërtritje e industrisë ushtarake e të 3 vendeve. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia ndajnë një vlerësim të njëmend, qoftë të kërcënimeve në rajon, qoftë edhe të rrezikeve që i kanosën Evropës Juglindore në këto momente të veçanta që nga pikpamja e sigurisë, që nga pikpamja e zhvillimeve në zonën lindore të kontinentit thotë. Deklarata përkthen në fakt jo vetëm një vullnet politik, por gjithashtu disa prioritete që ne ndajmë së bashku, kryesisht ka të bëjnë me rëndësinë që 3 vendet tona japin ripërtëritjes dhe ringritjes industrisë ushtarake. E kreu i mbrojtjes së Kroacisë tha se po bëjmë një bashkëpunim që ka të bëjë për ndihmën dhe zhvillimin e mbrojtjes. Një bashkëpunim i cili do të bazohet sidomos tek bashkëpunimi dhënies ndihmës tek pjesa e zhvillimit të industrisë së mbrojtjes, ndryshimit të përmbushjes të gjithë marrëveshjeve të cilat kemi përmosur deri tani dhe i kemi pasur në nivel shumë të lartë, por këto tani duam që t'i përmirësojmë edhe t'i përfuqizojmë dhe të ndajmë eksperiencën tonë të shtetit si Kroaci dhe të japim eksperiencën si pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Ndërkohë sot për këtë marrëveshje ka reaguar shteti serb, duke pohuar se krijimi i një aleance ushtarake në mes 3 shteteve është shqetësuese për ta, prandaj ka kërkuar përgjigje nga Kroacia dhe Shqipëria. Shqiptarit Muharrem Ibraj nga fshati Osekhil i është ngritur akt akuz në ndyshimin se ka kryer krim e luftën ndaj shqiptarëve në Gjakov. Ndërkohë Zade Bajramaj kujton kur me 28 shkurt, Muharrem Ibraj i kishte vrarë burrin në obor. Prokuroria Speciale e Kosovës sot ka ngritur akt akuzë ndaj Muharrem Ibraj nga fshati Osekhil me dyshimin se ka kryer krime ndaj shqiptarëve në Gjakov. Zade Bajramaj kujton kur me 28 shkurt Muharrem Ibraj në fshatin Osekhil i kishte vrarë burrin në obor. Ai ka thonë Muharremi, del ti për jashtë se ta bëj mazi. E na kasha po pështën qika jeme. Babi del për jashtë, se ja ka këtu i shpinën qika, ka qitë automat kësi vene ka kapë. Edhe orëgjuaj oran tokë, edhe këtu atë e kumë pas do djemëtarë se kunete i kanë morë 4-5, i kanë pështetë qëtu mas qëti zidit, edhe i kanë morë burën e motrës, edhe djemëtarë se i kanë qunë sopë. Zadja thot se ngritja e akt akuzës është vënuar dhe dëshiron që Muharrem Ibraj të marrë dënimin e merituar për të gjitha krimet që ka bërë. Bëllë mo që 100 sa erdhen me folje me ase ku gjos pi bojnë. E këta tonë tëmë pi mojnë pa ku gjo, ata a i kanë nën lirëja tje. Në informatën e prokurorisë citohet se hetimet kanë vërtetuar se i pandeuri gjatë periudhës 1998-1999 në fshatin Osekhil të komunës së Gjakovës, duke vepruar në bashkëkryerje me pjesëtar të forcave policore serbe, ka kryer vrasje, dhunime, arrestime dhe keqtrajtime ndaj popullsisë civile shqiptare që nuk ishin të përfshirë në luftë.
Kryeshefi i kompanisë rajonale të ujësjellësit në Gjakov, Hasan Krasniqi, është arrestuar gjatë të martës së kësaj jave. Atij i është bastisur shtëpia dhe zyra, ku janë konfiskuar edhe disa gjëra si prova materiale. Sot është arrestuar Hasan Krasniqi, kryeshefi i kompanisë rajonale të ujësjellësit Gjakova. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës në bashkëpunim me Drejtorinë për Hetimet e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit gjatë një operacioni policor kanë bastisur 2 lokacione në Gjakov, një në shtëpinë e Hasan Krasniqit dhe një në zyrën e tij në KRU Gjakova. Sipas prokurorisë speciale, i arrestuari është i dështuar për veprën penale keqpërdorim i pozitës zyrtare, ndërsa gjithmonë me urdhër të prokurorit ai është mbajtur 48 orë në ndalim. Gjatë bastisjes në shtëpi edhe zyrët të KRU Gjakova janë siguruar dëshmi dhe prova materiale që ndërlidhen me rastin dhe më pas janë sekuestruar edhe një laptop, një telefon mobil Samsung Galaxy 22, para 22.205 euro, një bark Rainer Witt dhe 2 kontrata që ndërlidhen me rastin e akuzës. Ndërkohë Kallzo.com me 9/3/2025 kishte publikuar disa auto-incizime në të cilat dëgjoi kryeshefi KRU Gjakova Hasan Krasniqi, teksa flet për një negocim të një kontrate dhe përfshirjen e tij në kontaktimin e bizneseve që do të merreshin me servisimin e makinave të ndërmarrjes, duke thënë se kujt i duhet t'i jepet tenderi për servisim. Në mungesë fondesh, shoqata Hendikos në Gjakov nuk patën mundësi të shënonin ditën e personave me sindromën Down. Menaxhmenti thotë se kohëve të fundit ka disa lëvizje pozitive sa i përket këtij komuniteti, por prap problemet janë të shumta që në bazë ditore përballen personat me sindromën Down. Për shkak të mungesës së financave, organizata jo qeveritare e Hendikos Gjakova këtë vit nuk ka mundur të organizojë aktivitete për ditën botërore të sindromës Down. Drejtoresha e Hendikosit Briljanta Ballata tha se mbështetja nga institucionet publike dhe shoqëria për personat me këtë sindrom mbetet as pak në nivelin e kënaqshëm. Përfshirja e personave të prekur nga Down sindromi janë të përfshirë një numër i madh, po është pakënaqshme me qëllimin apo e pakënaqshme është tek ofrimi i shërbimeve tek prej institucioneve, po edhe këtë vit edhe prej nesh me pamundësi të financave nuk jemi duke ofruar shërbime fëmijëve me të prekur nga Down sindromi. E kur jemi të sfidat që në baza ditore përballet ky komunitet, drejtoresha Ballata tha se ato janë të ndryshme dhe atakojnë secilin antar të Hendikosit, por prap ka pasur disa hapa pozitiv. Mund të theksoj që janë gjitha fushat, qoftë në arsim, qoftë në shëndetësi, qoftë në përshtatshmërinë, socializimin e tyre dhe barazin si barazi për ta. Drejtoresha Ballata bëri thirrje për më shumë mbështetje nga institucionet publike dhe shoqëria për personat me sindromën Down. Ajo theksoi se ndihma e kufizuar po ndikon drejt për drejt në qasjen e tyre në arsim, punësim dhe aktivitete sociale. Të shtunën në Gjakov janë mbajtur garat Kengëru 2025. 10 nxënës nga shkolla të ndryshme ju nënshtruan testit të matematikës, duke sfiduar veten në këtë fushë. Testi u monitorua nga administruesit e komunave të Malishevës, Gjakovës dhe Rahovecit. Sot në hapësirat e shkollës Zekria Rexha në Gjakov është mbajtur testi ndërkombëtar i matematikës Kengëru 2025. Koordinatori i testit për rajonin e Gjakovës, Plorat Rudi, tha se përgatitjet për testin kanë filluar qysh në fillim të vitit kalendarik. Përgatitjet për testin Kengëru 2025 kanë filluar që në muajin janar, ne vetëm në muajin shkurt. Në mos të muajit shkurt veç kemi filluar me pjesën e aplikimit për nxënësit për pjesëmarrjen e këtë garë. Kjo është viti i 9 që po realizohet gara në Republikën e Kosovës, është një garë mjaft atraktive që ka të bëjë përgjithsisht me matematikën, do thonë me pjesën logjike të saj, po njëkohësisht edhe me aplikimin e matematikës në jetën reale. Këtë test marrin pjesë gjitha shkollat e Republikës Kosovës, si ato publike dhe ato private, po njëkohësisht nxënësit marrin pjesë
dëshirën e tyre, të shtyrë qoftë nga prindërit, qoftë nga mësuesit, po edhe secili prej tyre zgjedhin atë dëshirën e vet për më marrë pjesë në këtë garë. E kur është fjala e interesimit nxënësve për të matur njohuritë e tyre në fushën e matematikës, koordinatori Rudi tha se edhe këtë vit interesimi ka qenë shumë i madh. Këtë vit parashifen të jenë afër se 70 nxënës që marrin pjesë në komunën e Gjakovës, po shifet një punë jashtëzakonisht dhe një interesim jashtëzakonisht i mirë i nxënësve për pjesëmarrje. Ne kemi filluar në të njëjtin orar kur fillojnë gjitha kategoritë në Republikën e Kosovës, pra është një garë e cila po mbahet me kretë qytetet e Kosovës në të njëjtën kohë dhe në të njëjtin orar, po normalisht po i shifni edhe këta me të veçdit. Tani më i kemi kategorinë e parë dhe kategorinë e dytë. Kategoria e parë përbëhet prej nxënësve të klasës së dytë, ndërsa kategoria e dytë prej nxënësve të klasës 3 dhe 4 dhe kanë një entuziazëm jashtëzakonisht madh për punën edhe angazhimin e tyre në lëndën e matematikës. Rudi tregoi edhe për kohën e rezultateve kur do të publikohen. Rezultatet vijnë të gjitha të mbyllura në zarf, secili të nxënës i vijnë në mënyrë private rezultatet, pra nuk dalin publike rezultatet, përveç atyre më të mirëve ju shpallen emrat, po jo rezultati që kanë arritur në test. Dhe besoj që ky rezultat neve na vjen diku ka fundi muajit prill dhe normalisht atëherë ka fundi muajit prill edhe fillojnë të përgjigjen ata më të mirët e kësaj gare. Të kënaqur me ecurinë e testit u pan të jenë edhe nxënësit pjesëmarrës. Kam mësuar shumë dhe nuk kam frikë për ta bërë. Unë jam në klasën e 3, unë jam përgatitur shumë për testin e matematikës. Unë mendoj se nuk është shumë i vështirë. Unë jam në klasë 4, edhe testi mendoj që më qenë pak i vështirë, edhe unë jam përgatitur, dje ku më ushtru shumë, edhe qëta shohera 2 që për marrë pjesë. Pyetjet për mua janë qenë pak zërshme, po duke i lexuar më shumë i kam kuptuar më lehtë më kanë bë. Disa pyetje nuk ishin të qartë dhe i kam kapërcyer, por mas ne jam kthyer apet kur i kam kuptuar. Unë mendoj që do ta kaloj. Përveç nxënësve nga Gjakova, në këtë test morën pjesë edhe nxënës nga komuna Malisheves dhe Rahovecit, duke bërë garen më të gjerë dhe më sfiduese. Testi Kengru 2025 është një nga garat më të njohura të matematikës në nivel ndërkombëtar dhe synon të nxjisë mendimin logjik dhe kreativitetin tek nxënësit. Disa mësues të gjeneratave të ndryshme janë përkujtuar në ditën e tyre të lindjes në një akademi përkujtimore në Gjakov me organizim të shoqatës së veteranëve të arsimit dhe shoqatës së intelektualëve Jakova. Aty u shpalosën kontributet e mësuesve ndër vite. Shoqata e veteranëve të arsimit në bashkëpunim me shoqatën e intelektualëve Jakova organizuan akademi përkujtimore me rastin e përvjetorit të lindjes së 9 mësuesve. Feti Dashi, kryetari i shoqatës së veteranëve të arsimit të Gjakovës, sa se kjo akademi përkujtimore u organizuar në ndërtim të kontributit të çmuar të gjithë këtyre mësuesve. Sot do shvol për, domethënë, për punën, veprimtarinë e gjithë këtyre mësuesve, thash edhe ja që kanë plotësuar kushtet e 95 vjetorit lindjes, 100 vjetorit, 105 vjetorit, 110 vjetorit dhe kështu me radhë. Për kontributin e mësuesve në Gjakov foli edhe profesori Rushdi Sefa, kryetari i shoqatës së intelektualëve Jakova, i cili vuri theksin të roli dhe rëndësia e profesionit të mësuesve në periudha të ndryshme kohore në mbjelljen e dashurisë ndaj dheut. Ata që i dhuruan gjeneratave të para mundësinë për të mësuar, për të zhvilluar aftësi dhe për kuptuar botën përmes syve të një shkolle të ndritur. Me çdo mësim që jepnin, ata jo vetëm që mësonin fakte dhe shkrime, por mbillnin frymën e lirisë dhe të dashurisë për atë dhënë dhe për të ardhmen. Në këtë akademi u përkujtuan mësuesit Qazim Bakalli, Osman Emra, Qazim Komani, Zeqir Zeka, Hasan Nahi, Hajdar Jakupi, Haki Taha, Nebil Dino, Qamil Demjaha. Pas Prishtinës, java e frankofonisë ka hapur punimet edhe në Gjakov. Në mbrëmjen solemne krahas fjalimeve kishte edhe pika artistike dhe lexim poezish nga aktorët e teatrit të Gjakovës, duke mundësuar për ardashësit një përvojë të veçantë.
Gjakova këtë vit është zgjedhur si kryeqyteti i frankofonisë, duke pritur aktivitete të shumta kulturore në kuadër të edicionit të 25 të javës së frankofonisë. Në Pallatin e Kulturës u mbajtën disa nga aktivitetet kryesore të kësaj mbrëmje, ku të pranishmit patën mundësi të njihen më nga afër me diversitetin e kulturës frankofone. Në hapjen e kësaj ngjarje mori pjesë edhe ambasadori i Francës në Kosovë, i cili theksoi se ura që lidh Miq dhe Gjakovën nuk është vetëm kulturore, është nder dhe kënaqësi të jam këtu mes jush. The bridge that connects France and Gjakov is Ura që lidh Miq dhe Gjakovën nuk është vetëm kulturore, është një lidhje vëllazërore siç është krijuar dhe e mishëruar nga binjakëzimi midis Gjakovës dhe një qyteti tjetër të vogël të Francës, ku vdiq poeti juaj i mrekullueshëm Ali Podrimja dhe kaloi ca kohë përpara se të vdiste, dhe këto lidhje simbolizojnë miqësinë mes dy vendeve tona dhe veçanërisht me Gjakovën. I pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, i cili tha se tashmë Kosova me Francën njihen për një lidhje të fortë dhe një bashkëpunimi të mirëfillët ndër vite, e cila do të jetë një javë gjatë me një sëri aktivitetesh dhe jo vetëm. Gjatë kësaj jave do të ketë aktivitete kulturore, shfaqje kinematografike, do të kemi bashkëpunim me Drejtorinë e Kulturës, me të gjitha institucionet tona të kulturës, me shkollat. Po shpresojmë që kjo javë frankofonisë të shfrytëzohet prej secilit prej nesh, që ti thellojmë lidhjet tona kulturore, të provojmë që krijojmë hapësirë për bashkëpunim edhe më të madh në ekonomi, në jetën e përditshme, kulturën, në mënyrën se si ne i qasemi një tjetrit, për shkak se synimi i Kosovës, synimi ynë, fundi fundit është drejtimi i Unionit Evropian i vlerave të cilat ne i ndajmë bashkë. Java frankofonisë do të vazhdojë me aktivitete të tjera deri më 28 mars, duke përfshirë edhe evente në qytete të tjera të Kosovës. Edhe këtë vit, kosovarët rezultojnë më të lumturit në rajon. Sipas raportit botror të lumturisë, Kosova mban vendin e 29 në listën e 147 shteteve më të lumtura. Në ditën e lumturisë, disa nga qytetarët e intervistuar kanë dhënë opinionet e tyre se çfarë i bën ata të jenë të lumtur. Edhe këtë vit kosovarët rezultojnë më të lumturit në rajon. Sipas raportit botror të lumturisë, Kosova mban vendin e 29 në listën e 147 shteteve më të lumtura. Në ditën ndërkombëtare të lumturisë kemi pyetur qytetarët se çfarë i bën të lumtur ata. Çfarë më bën mua të lumtur është natyra, jo vetëm unë ashta, po edhe njerëz tjerë, edhe fëmijët, edhe mesazhi jam është që me marr kohë, me marr fëmijët me dalë sa më shumë në natyrë. Mi shiu rrezet e diellit, edhe mi shiu nashta edhe një kafe. Domethënë lumturia është në sende të vogla, me gjetë domethënë mesazhe të vogla për me e shiu çdo gjë. Një tjetër qytetar thotë se lumturia është në të gjitha sferat. Të lumtur mas pari na bën shëndeti, që gëzojmë, elhamdulillah te tash, mirë. Atëherë lumturia gjithandej. Nuk është lumturi veç po në të në ondë, kështu që shëndeti numër 1 mas pari, atëherë edhe rrethi e që ashtu gjitha më radhë. Edhe koha, kështu që koha për merë mirë tash për cilën, kështu që mirë është dita ndërkombëtare lumturisë, inshallah gjithë janë të lumtur. Edhe na, edhe ju, edhe gjithandej kush është. Duke treguar për ata që e bën të lumtur, një qytetare përcolli mesazhet të bashkëmoshatarët e saj dhe të gjithë njerëzit që të dhurojnë lumturi. Sot si e përmendë edhe është dita ndërkombëtare e lumturisë, mu më bën të lumtur familja ime, rrethi im i shoqërisë, gjithçka që më rrethon mu, si moshatare, edhe një mesazh që ndoshta e kisha përcjell te gjithë moshatarët e mi, po ndoshta edhe në përgjithësitë e njerëzit, kish me qenë që dhurojnë lumturi çdo ditë. Me 12 korrik të vitit 2012, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara shpalli 20 marsin si ditën ndërkombëtare të lumturisë, duke njohur lumturinë si aspekt shumë të rëndësishëm dhe të përbashkët për të gjithë njerëzit. Ndoqët për mbledhjen me disa prej ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin ton. Mirëmbëjtje.